Para se të fluturonim duhej të mësonim si të ngriheshim, kur gjithçka ishte e thyer përveç shpresës. Ky vend nuk u rindërtua me fjalë, u rindërtua me duar, në shi, në natë, në vështirësi. Ne punuam derisa ëndra u bë drejtim. Ky emër nuk është kujtim, është betim. Kur bota dukej larg, ne ndërtuam portën tonë drejt saj. Çdo vul një rrugtim, çdo përqafim një kthim, çdo ngritje një premtim që nuk thyhet. Ne nuk pritëm të na japë e ardhmja, ne e ndërtuam me plagë, me shpresë, me guxim. After 15 years of period, we believe that we did it. Because this airport is representing one of the most successful PPP project in all over the world. Kosova mburret ende sot me aeroportin të cilin e ofron për qytetarët e saj, si qoftë saj diasporën dhe vizitorëve që vinë në Kosovë. Deri më tani ne kemi dikur rreth 30 çmime të fituara. Aeroporti i Prishtinës është një shembull i mirë nga i cili mund të nxjerren mësime për projekte tjera PPP. Kapacitetet tona janë rritur ndjeshëm jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në cilësinë e shërbimit. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës në vitin 2025 ka pas një numër të udhëtarëve prej 4.6 milion udhëtarë. Puna jonë është sfiduese sepse je përgjegjës për një lëvizje të sigurt të njerëzve. Sot, kur shohim se ku kemi arritur, ndihem shumë krenar, por me mirënjohje për të gjithë ata që kontribuan në këtë rrugtim. Emri Adem Jashar lidhet me 3 shkronjat e UQP-s. Ky nuk është vetëm një aeroport. Është dëshmia se një popull mund të ngrihet dhe të fluturojë. Welcome to Pristina International Airport, Adem Jashari. Një vend i vogël me histori që tund botën. Një port që mban ëndrat e miliona njerëzve. Këtu nuk fluturojnë vetëm avion, por fillojnë histori që lën gjuhë. Kjo është porta e Kosovës drejt botës. Ky është aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashar. Ka qenë një kohë kur udhëtimi nuk ishte i lehtë. Kur pritja ishte më e gjatë se rruga dhe kur një aeroport nuk mjaftonte për një vend që po rritej. Dhe për të kthyer nevojat në mundësi, duhej një vizion dhe guxim. Clear to start. Top down clear. Starting. Blackjack 00, frequency change approved. Be related. Ndërsa në majtë të kullës, çdo fluturim nuk është vetëm një numër. 620, clear to destination. Çdo vendim, çdo sinjal, çdo sy që vëzhgon mban sigurinë e çdo udhëtari. 1310. Ne si divizioni kullës jemi përgjegjës për uljen dhe ngritjen e avionëve. Gjithashtu e monitorojmë hapësirën ajrore, edhe hapësirën lëvizëse në aeroport. Kemi edhe koordinime me sektor të tjerë, siç janë aproçi, operacione toksore të aeroportit. Gjithashtu bëjmë komunikime edhe me KFOR-in, me sektor të tjerë si Tirana, Shkupi, shtetet fqinja. Pas shumë viteve sfiduese dhe ndryshimeve, vije lidhja më e fuqishme. Një lidhje që përkon me historinë e këtij kombi.
Me të, çdo hap është një histori, çdo hyrje është një pritje e ngrohtë dhe çdo pamje tregon aspiratat e një kombi që lidhet me botën. Pas gjithë këtyre viteve, ky aeroport nuk është më vetëm një hapësirë, është dëshmia më e fuqishme e transformimit dhe suksesit të Kosovës. Këtu nuk nisën vetëm avion, këtu nisën ëndra, këtu nisën histori që nuk harrohen. Për mua, kjo rrugtim 15 vjeçar i dhënies aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari me koncesion nuk është vetëm një histori pune, por mbi të gjitha një rrugtim i përbashkët, i mbushur me përkushtim, zhvillim dhe arritje të rëndësishme. Me një fjali është shumë shtirë, se janë 15 vite, po është një sukses i jashtëzakonshëm. Mund të them që Kosova mburret ende sot me aeroportin të cilin e ofron për qytetarët e saj, si qoftë saj diasporën dhe vizitorëve që vinë në Kosovë. Vetëm suksese dhe gjëra të mira. We are always talking about the success story in this airport, and it's been 15 years that we came to this airport. But I think I need to do it. I would like to specifically thanks to our staff, to our colleagues, to our team members, because without their efforts and without their passion, it would not be doable actually. So I really, from deep of my heart, I want to thank each of them. 15 vite më parë ishte një fillim i guximshëm. Sot është një dëshmi e fuqisë, vizionit dhe përkushtimit. Se edhe një vend i vogël mund të bëjë gjëra të mëdha. Shumë më larg se që kemi imagjinuar, sepse kjo nuk është thjesht një port, është fytyra e një kombi që nuk u dorëzua kurrë.